Do dhe mrekullia vetë me pimin ton të bukur. E përshëndesim pimin, shumë faleminderit. Dyshimera ndoshta nuk e ka dhënë se për Krishtlindje vetëria kështu, po teti është i zbukuruar, ziku që ka mirë meneve që po me plosin vetë. E zbukuruar edhe kjo pjesë. Dihet që në Prishtinë në Ramazan bëhet si me kon ditë. Gjallëni, elhamdulillah. Ka bon më të veçantë tash e 2 vjet, domethënë qyteti është i zbukuruar nga kryetori i komunës, ziku që ka mirë meneve që faleminderit për tinaj. E ka dekoruar domethënë këtë pjesë ku janë 3 xhamit, nga e para që njihet xhamia e Shashis, vin deri këtu te xhamia e mesme, e deri te xhamia e madhe, apo pranë Sahat Kullës. Por, pas 25 vjetë, sa ka pas kryetor kjo Prishtinë, ndodhi mrekullia vetë me pimin ton të bukur që vendosi që edhe sheshin me zbukuru me dekore si kjo. Faleminderit shumë, bereqet versëm se qëra dyshimera ndoshta nuk e ka dhënë se për Krishtlindje vetëria kështu, po nera ju rrit, hajde tash të shkojmë të shohim sheshin e bukur me këto dekore se si po ndryshon. Taran, dhe që shikoni edhe vetë, më thonë po me plosin vetë, e zbukuruar edhe kjo pjesë e Prishtinës qendra, Prishtinës zemra, Prishtinës, dhe më thonë sheshi jonë i bukur, më thonë e dekorume me fjallet urime Ramazani. Pra, të kemi urime inshallah për gjithmonë, e agjerim të letë, për juve besimtar, për ju që agjerani. Esselamu alaikum, kash për sonte.